Përmendni një rast, një vëlla musliman ish paralizu, edhe kur gjapi trupit nuk më i kemi livrit veç syt. Edhe shkon gazetarët e po ja bojnë, këtu kupton njëri çka është pasunia. Shkojnë gazetarët e po ja bojnë, thot a ki qefeti, a ki lakmitin këtë dyja. Thot po, thot edhe unë i kam 3 qefe. Thot cilat janë ato 3 qefe, thot unë i kam veç 3. Thot e para vityne është thot kam qef kur ketë musliman bin ruku, thot kam qef edhe në meron ruku me ata sikur ata. Thot edhe kur të bin musliman në sejdë, kam qef me ranë sejdë që është bin ketë muslimant. Thot të qefin e 2 që e keni, thot qefin e 2 që e kam, thot është kam qef shfletën e Kuranit, që jo mëni me shfletu, thot po se shfletoni, thot kam qef me dorën teme me shfletu vetë. Thot jo menoni që kjo punë është letë, thot po mu më doket sikur kur e rrotullon një kodër. Ka shranë më doket. E qefin e 3 që besoj që secili prej neve këto e kena harru, thot qefin e 3 e kam thot kur të kthehen njerëzit për bajramave, thot secili prej tyre pe ka për qape nënën e vet, thot edhe unë kisha pas qef me ka për qape nënën teme. Domthon këto 3 qefe musliman, këto 3 qefe nëse njëri i ka këto 3 qefe vallahi dunjaja dhe çka kanë tash të pavlefshme.